Pasojat e agjërimit të gabuar dhe mënyrat e kurimit të tyre. Agjërimi i drejtë, ashtu si dhe obligimet e tjera fetare, ka rregulla të saktuara, prandaj nuk ka asnjë dyshim se nëse agjërimi nuk kryhet në mënyrë të drejtë dhe në bazë të një shembulli të drejtë higienik dhe ushqimor, mund të jetë i dëmshëm për shëndetin e njeriut. Natyrisht, disa pasoja që shfaqen në ditët e para të agjërimit korrigjohen gradualisht dhe zakonisht nuk përbëjnë problem për shëndetin e njeriut. Dhimbjet e kokës, të vjellat, prishja e sistemit të gjumit, pagjumësia, lodhja, si dhe dhimbjet në muskujt gjatë 5 deri 7 ditëve të para të agjërimit, janë pasoja të natyrshme të agjërimit. Por nganjëherë, disa nga agjëruesit pas muajit të Ramazanit ose gjatë këtij muaji preken nga sëmundjet e aparatit tretës, si ulçera në stomak, hemorragjia në stomak dhe çrregullime të theksuara të aparatit tretës, nga dobësia e theksuar, çrregullimi i kontrollit të diabetit dhe shtimi i shenjave të sëmundjeve kardiologjike.